Allah shpërblet hoqë kujtja rodhës. Selam aleikum hoqë nderuar. A ka mundësi disa këshilla për disa vllazni të rinj në udhëzim, përkatësohen në menhexh dhe xhamat. Mirë, por në shumë raste dallojnë në parime prej vetë xhamatit, qoftë ata në mendime parimore apo dytësore, duke shfaqur haptazi mendime, të cilat mendime konsiderohen ekstreme. Lëshojnë gjuhën letë ndaj dietarëve dhe me këtë shfaqje një imazh të keq në xhamat. Allahu i ruajt e ju nderoft. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne gjithmonë udhëheqemi mbas të parimeve dhe argumenteve. Kemi përmend vazhdimisht edhe themi, nuk duhet me fol ai që s'ka njohuri. Për shkak se Allah subhanahu wa taala ka thënë Kur'an wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, mos merr me atë për cilën nuk i dituri. Zakonisht njerëzit e ri në moshë nuk kanë dituri, se s'ka ky pas me ditën te. Tot më duhet të gata të Britania ka gabuar, hajde me detajte. A dhe të shumë vogël jemi me ditë me shkrua emra e Britania se aty tjetër dhe më ditë që ka gabuar. Tash këtë vllazni, me këta do të më pas njohuri që është një qas, se shumica për të mendoj që e bojnë pej sinceritetit, por është gabim. E shka është me bën këta, më qua me i përzon, më qua me i shah, me të një khabarit, në kështë ja. Është mirë me gjithë mundësi, me u kalëzua tënve, dhe gjithë se cilët të tjerëve, kërkush nuk do të me folë, me dhe në fetfa, me gjykua ulemat, e kërgjë për vete alës dikur gjonë, se nuk bën kjo. Nëse sa të kështë diturita në shef se sa kanë qenë ma ditër ata se sa që dinti. Çështja është, këto gabime ne kemi drejtë. Edhe është e padiskutueshme që ne nuk pajtohemi me kërkon që sërmon e shoh në dietarët e bën tekfir udhës për udhën me rrugë, na absolutisht nuk pajtohemi me kërkon tyve edhe distancohemi prej veprimeve të tyre. Por nuk distancohemi prej atyre që për shkak se janë muslimanë, ata vllazit e tonë me disa gabime. Tash vllazit e tonë me disa gabime duhet me u munua që me përmirësu gabimet e tyre. A është e vërtetë se grupet e devijume mundohen me sulmue menhexhin e saktë për shkak që tyre? Po, është e vërtetë. A kanë bërë zarar muslimanë, ne kanë bërë shumë zarar. Edhe vazhdojnë me bërë zarar për shkak se ata nuk thonë që po bojnë disa tri në mesin e tyre, po thonë këta janë çështë se ka në spritin me gjithë një gabim. Na e këshillojmë ta mos me fol për ato që s'kan dituris. Se s'kem mësuar kërkon ti për këtë punë, që ke lexuar në YouTube nëpër internet ato nuk janë as deturias, kur gjënë që ka të bëjë diçka me fen që e njeh me na, me qefin që e kanë, inshallah Allahu ja mëson me kontribuar për hera marrja më bon. Se sa besë muslimanë Allahu a'lam.